Qeveria mbledh për herë të dytë shtabin e emergjencave brenda një dite për shkak të situatës së vështirë në të cilën ndodhet Shqipëria nga përmbytjet. Kreu i shtabit të emergjencave Shemsi Prençi tha se bilanci i ditës janë 2 viktima dhe evakuimi 180 familjeve në nivel kombëtar. Janë duke operuar 300 forcat policisë, kryesisht forcat e ndërhyrjes shpejtë dhe forcat speciale. Janë 200 forca zjarr fikse të rajonit Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe të Matit. Janë 50 forca të ushtrisë me mjetet lundruese dhe me mjetet të rënda. Janë 70 forcat e emergjencave civile që po bëjnë koordinimi dhe bashkëpunimi i gjithë strukturave, faktorëve dhe ato operacionale ka qenë më së miri vlerësuar deri në momente dhe për momentin situata është në kontroll. Kryeministri vuri theksi në fushatën e gjerë të 2 viteve të fundit në pastrimin e kanaleve kulluese, që sipas shefit të qeverisë, nëse nuk do të ishin kryer ndërhyrjet, situata mund të ishte më dramatike. Janë angazhuar për ta kontrolluar sa më mirë dhe mundur një gjendje që realisht është vërtet e pazakonshme për sa i përket rreshjeve të parashikuar. 60.000 familje në të gjithë vendin vuajtën kufizimet e energjisë elektrike, por sipas ministrit Damian Gjiknori, situata po përmirësohet dhe hidrovoreve nuk i ka munguar energjia. Ministri theksoi se kaskadat tashmë menaxhohen nga profesionistë dhe nuk hapen portat me urdhra në telefon si në kohën e Berishës. Le të themi nën kontroll, nuk ka ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme, ka ndërprerje të energjisë, tashmë kryesisht në zonën rurale dhe kjo mendohet të vazhdojë për aq kohë sa do të rrezikohet jeta e njerëzve, do të rrezikohet infrastruktura energjetike dhe do ta kenë pamundur grupet teknike për të operuar. Ministrat raportuan për mungesë energjisë elektrike, përmbytje në institucionet arsimore, në spitale, në qendra shëndetësore dhe ka kufizime me ujë të pishëm.